Mirëmbrëma dhe mirë arshi. Sot po fillojmë ne podcastin me titull Të flasim, por edhe të bërtasim për disa gjëra që ne na përkasin, disa gjëra me rëndësi të brezit ton në Angli, ardhë në fund vitet 90-2000. Disa erdhen vetë, disa me familje, i rritën fëmijët me dashni pa hile. Ca i martun, ca i shkollun, ca tjeri punësun, dhe brezi im, themi të vërtetën, ka me pak si hutu. Fillimi si shta as pak i letë, që në nisje furtun e vërtet. Skafe, gomona, trena, tragete, të prit për kamiona, kjo është histori në vete. Ma në fund, mbritja në Angli. Përballja e parë, kërkun me pritshmëri. Disa e qunë kampe, disave u dhanë sociale shtëpi, ca tjerëve me shpejtësi negative në dorë dhe mu këty në shtëpi. Pra fillimi si shta as pak i lehtë. S'kishim as një krah ku mu mbështet. Pa gjumë, pa zanat. Po u sajum dyqysh vetë. Mbijetesa ishte gjerë në flijim. Shumë, po shumë e vështirë se sa një fillim. Dhe në mes të gjithë kësaj, ne mbajtëm gjithë shka në kam. Punën, familjen, fëmijët, po dhe diçka shumë të rëndësishme që kishim lanë mrapa, babë e nanë. Ky podcast nuk është për të hapë plak vjetra, po për t'i thonë ca të vërteta. Nuk folëm asnjëherë për veten, sakrificat që u bën bashkë me heshtjen. Nuk folëm as për ato burra e gra që dhanë gjithçka për familjen, ju dhanë më të mirën fëmijëve, dashnin dhe dije. Po nuk folëm as për disa tema sociale. Vitet e fundit fliten si shumë pagajle. Janë imponuese, dhënuese dhe shumë diskriminuese. Nuk folëm për vetë familjen, përballja, sidomos në këtë kohë me fëmijët, divorcet e shumta, problemet në qift. Po do flasim edhe për integritetin. U përpoqëm shumë. E arritëm në realitetin? Po do flasim edhe për identitetin tonë si shqiptar, që bazohet në 3 shtylla në radh parë. Gjua shqipe, zakonet dhe respekti, këtu futet edhe komuniteti. Qa është bon? Qa po bëhet dhe qa do të bëhet në të vërtet? Hajde, ta diskutojmë këtë temë të nxehtë. Por, do flasim edhe për këtë shtemë. Këto kohët e fundit shumë po bërtet. Hajde këtu se na ke rrejt. Thu ti si ishin këto që 20 vjet, që na i dhanë letat po me dorët vetë. Po m'duket, këto kanë met pa pare, e kanë kthy në biznes dërzo statusin, ndryshe s'ke qarë. Flasin e bërtasin shumë këto kohët e fundit, s'kan qa i bëjnë patkojit e i bimë thumit. Hyll pa dera kërkun nuk ka. E keni egzagjeru me shqiptarët, o vlla. Por, do flasin edhe për shtetin shqiptar. Ka mos e ka bo mullar. Kemi dhanë shumë, po shumë për atë vend. S'na kthejet qoftë as të dhe një sen. Se rollatët mi janë nej, për një copë letër du të me bo betej. Dhe në fund, pyetjen ja bëj vetit. A jemi ne ato të vërtetit? Po unë, ku jam gjithë këtë histori? Të se di, as vetë se di.
Në qoftë se e njihni veten këto që ju tham, jeni të mirëpritur në këtë mejdan. E di se shumë prej nesh e kanë shumë vështirë, po kërkush s'na ndalon me e thanë fjalën e lirë. Për pak kështu harru. Një shok i imi filloi me më këshillu, e më tha: "Këtë radhë tha ki me dalë bloh, se ai gjati ka me taftoft. S'ka që më bën humër djalë, se këtë radhë unë ja kam kallë." Pse pyeti ai me kureshtje? Është e vështirë më marrë me këtë çështje. Për një gërm që ti se vë, fjala flasim bëhet flasim, dhe ne do e vazhdojmë podcastin. Me respekt e shumë dashuri, ju ftoj të gjithëve në këtë shtëpi. Faleminderit. Dhe tani po vazhdojmë me të ftuarin e parë, një njeri shumë special, që i ka përjetuar të gjithë këto që ju tham në ato vargjet e mia modeste. Ky djalë, unë kam qef me i thonë djalë, pavarësisht se ka një moshë relativisht madhe. Ky djali ka qenë student i dhjetorit, viteve 90, ka marru Akademinë e Arteve të Bukura për Aktrim, atëherë kur ishte akademi, dhe që nga viti 95 është rezident në Angli. Dhe si shumë shqiptar tjerë ka bërë punrat ndryshme, po edhe është angazhu dhe ka marrë pjesë në disa role jo pak të rëndësishme në produksionet angleze të filmit. Ndërkohë, është edhe një person që sa herë organizohen evente dhe për festa dhe për eventet ndryshme, është pjesëmarrës me të gjitha forcat e tij, dhe me pak fjalë po ju prezantoj me Sokol Cahani. Mirëmbrëma Sokol, dhe mirë se erdhi. Mirëmbrëma Ylli, shumë faleminderit për ftesën. Të uroj gjithë të mirat, për gëzoj për këtë podcast që po e fillon, që titullohet Flasim, shumë e goditur. Edhe të uroj gjithë të mirat edhe qoftë për hajra dhe faleminderit. Sokol, para se të fillojmë. Si e përshkruan veten me 2-3 fjalë, sepse ti ke një kohë begi relativisht të gjatë këtu në Angli. Si e përshkruan veten Sokoli me 2-3 fjalë në 30 e sa kusur vjet? Ashtu si shte edhe ti në prezantimin tim, unë quhem Sokol Cahani, vi nga verivi Shqipërisë, nga Kruma e Hasit. Patriot me ty, gjysmë patriote. Vërtet. Rrugtimi im fillon që nga 1989, që shkova në Tiranë, po përgatitesha për konkurse dhe gjithçka. Në 90-ën fillova studimet në Akademinë e Arteve, degën e aktrimit. Ishte vit interesant, i ndryshimeve të mëdha, siç e di. Jam student i dhjetorit, ashtu si ishte edhe ti. Student i thjesht, pjesëmarrës i asaj lëvizje, që ndjehem krenar. 4 vjet në Tiranë, studiuam aktrim. Ishte një shkollë që kishim ndërruar, si unë dhe kolegët e mi. Kishim pasion për artin, për aktrimin, por, si që thash, ishte kohë e trublirave edhe lëvizjeve të mëdha. Në 1995, në fillimet e 1995, në mars, punë edhe një javë bëhen 31 vite në Britaninë të Madhe. Oh. Po. Shpesh herë akuzohem ose kam marrë këtë titullin që
i pari nga Hasin Britanitë të Madhe, ndër të parët nga Hasin Britanitë të Madhe, e tjerë. Po kjo nuk është thjesht se kush ka ardhi pari, i dyti, ai i treti. E keqja ishte se ne lam vendin ton. Është një keqje e madhe. Pikërisht për atë do të pyesja. Si e mora vendimin duke pa frymën e re politike, frymën e lirisë, që shumë njerëz, dhe si e mora atë vendim politik? Si ndikoi kjo? Do me thonë ishte në mes dy gjërave, edhe ta bëjmë Shqipërinë si Europa, ishte motoja atëherë, dhe ndërkohë ti mora një vendim që të ikshë në emigracion. Nuk i dihet se e nis për Angli apo dikun tjetër. Dëgjoj, fatit nuk i dihet asnjëherë, njeriut nuk i dihet se çfarë drejtimi merr. Në vërtetë unë kam marrë nga Parisi, nga Franca, këtu në Londër para 31 vitesh. Në të vërtetë, qëllimi im ishte të shkoja në Kanada. Ashtu u sollën rrethanët edhe përfundova në Britaninë të Madhe në Londër. Kisha një mikun tim që më mbështeti, që e falenderoj pa mas. Tani, është e vërtet që motoja jone, brezit tim, i 90-s ishte që e duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Edhe kjo ëndër vazhdon akoma. E duam Shqipërinë si gjithë Evropa, shpresat janë që një ditë, uroj që të jetë shumë afër ajo ditë që të pranohet me kushte, të gjitha kushtet në Bashkimin Evropian e tjera, po është një ëndër që në 90-ën e duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Gjërat nuk rrodhen ashtu siç brezi më ndronte. Të thash edhe një herë, ishim në mesin e ndryshimeve të mëdha, ne mbaruam shkollën, gjërat po ndryshonin, po shumë ngadalë, shumë më ngadalë se që kishim pritur ne. Politikanët premtonin, siç premtojnë zakonisht, e kupton ajo, ata janë mjeshtra për këtë punë. Mbështetja e vendeve të huaja nuk ishte edhe në atë nivelin e duhur. Zhgënjimet filluan, ishte një hemorragji e madhe që po ndodhte në Shqipëri. Mendimi ishte, si ta them në anglisht, West is the best. Perëndimi është më i miri, bari është më i gjelbërt në anën tjetër, mund ta vazhdoj të njëjtën ëndër edhe jashtë shteti. E ke mendu këtë? Po, të dalë të eksploroj. Atë dëgjë pyesja në kohën që ke marrë shkollën e arteve, a e kisha ëndër të luajë në teatrin kombëtar ose qoftë edhe në një teatr lokal? Dhe kur bën krahasimin tash që lun në një vend ku arti vlerësohet, cila mendon se është, me thonë, kjo mund të ma shpjegosh me dy fjalë këtë diferencën e atij mendimit atëhershëm dhe me sot ku je? Po, sigurisht, dëgjoj, ne hymë në shkollë me ëndra shumë të mëdha, që një ditë të bëhemi aktor, të luajmë në teatrin kombëtar, të luajmë nëpër filma, që filmi ishte tepër i zhvilluar në kohën e monizmit, të komunizmit. Sepse i shërbente sistemit e tjera, por nuk po zgjatëm në atë punë, mund të punoj edhe diku në pallatet e kulturës, madje edhe të rrethave, edhe pak a shumë të bëje një punë që ti kishe ëndruar edhe kishe pasion edhe ku mund t'jepi edhe më shumë. Ashtu siç thash, ikja ishte për probleme ekonomike, si e shumë shqiptarëve. Të them të drejtën, ikja jashtë shtetit nuk ishte me qëllimin që unë të dal në perëndim edhe të merrem me aktrim e tjera, nuk kisha ide për këtë punë. Mendoja që sigurisht ky lloj profesioni ju përket njerëzve vendas që janë në shtetet perëndimore. Aq më tepër që gjëja kryesore për një aktor është fjala, është gjuha. Ne kemi si instrument, nuk kemi violinën. Aktori ka qenin e tij, trupin e tij. Po, duke qenë se je përballë dy gjuhëve, gjuhës shqipe dhe angleze,
dhe je në mes të këtyne dyjeve dhe si e njën veten kur e lu në rolin në gjuhën angleze, duke folë edhe shqip. Edhe duke pas mentalitetin shqip. Qartë. Si flas, se ne nga që jemi shqiptarë kemi një mentalitet ndryshe, një jetë, ose kemi pas një jetë ndryshe nga këto, jemi rrit me një edukat ndryshe, me një... Dhe duke e pas në gjakat mentalitet, po edhe shkollat ndryshojnë, shkolla angleze me shkollën shqiptare. Sigurisht. Si ja ke arrit kësaj, se unë mendoj se është pak e vështirë. Është pak e vështirë, po jo dha që vështirë për vetë faktin që rolet që ju besohen aktorëve të huaj me dialekt, me aksent, që nuk e kanë anglisht në gjuhë të parë, janë role modeste, pikë pari, janë edhe role që ju përkasin do të luaj një karakter nga Evropa lindore. Qoftë ky shqiptar, qoftë serb, qoftë rus, qoftë rumun, qoftë polak e tjerë. Edhe psikologjia dhe karakterit që shkrimtari shkruan, këta scriptwriters, me fjalë, janë pak a shumë për këto vende. Për nga vendet ku vim ne. Edhe pas së viteve 2000, diçka e tillë, u bë trend që në shumë seriale televizive, në shumë filma, produksionet mëdhaja të vogla, të fusnin karakteret e Evropës lindore. Sepse për vetë faktin se shumë nga Evropa lindore erdhën këtu, që u pranun në Bashkimin Evropian dhe kishin drejt vinin. Edhe kjo, sigurisht, fakti ishte që një pjesë shumë e madhe nga këto vende jetonin këtu, edhe për të përfaqësuar jetën e këtyre, e këtij komuniteti, filluan të trajtonin karakteret e tilla. Fatkeqësisht, siç është televizioni që trajton të mirin, të keqin, bad guy, good guy. Neve na trajtonin si bad guy. Si djem të këqij, karakter të këqija që merren me drogë, me tjetër, gangstjera. Edhe gradualisht filluan që të angazhonin aktor me aksent. Një nga ata isha edhe unë. Edhe rreth kësaj teme kemi... Dakor, shumë clear, se thojnë këto anglesë. Tashi, po dalim, po kthehemi prap të ajo që e kemi fillu këtë podcast. Po. Pyetje, ardhja në Angli, përballja e parë, si është? Si ishte për ty? Se je, dhe me thonë, ne jemi pak më vonë në kjo brezi tjetër. Po ti je ndër ato të parë, brezi i parë, ose fillimi i parë i brezit parë. Dëgjoj. Fillimet, shkuarja në çdo vend, është shok i madh, është surprizë e madhe. Thash edhe një herë, unë kisha një mikun tim këtu, isha me fat. Ka njerëz tjerë që s'kan pas njëri fare. Komuniteti ishte shumë i vogël. Imagjino, të vish nga Shqipëria, nuk ishim udhëtuar jashtë shtetit. Të vish në një qytet si Londra, 10 milion banor. Rreth 10 milion banor. Edhe si që i themi ne andaj nga veriu, të bëhet bardhë në 4 anë. Kupton ajo. Gjuhën nuk e flisja, kuptoja vetëm pak. Fatkeqësisht në shkollë kisha bërë rusisht. Edhe do t'i që më vonë më hyri pak në punë, rusishtja, më kujtohej diçka nga shkolla, po gradualisht e kam harruar rusisht, me vjen mos më provoko. Edhe ashtu siç thash, fillimi ishte shok shumë i madh. Ëndrat dalin, fluturojnë nga dritarja, siç i thoni llafi, duhet të adaptohesh, të fillosh nga e para. Është instikti i mbijetesës, të gjesh punë, të mbijetosh, të fillosh
të integrosh në jetën Po, e përditshme. cilat kanë qenë punët e para që i ke bo? Pse e bëj këtë pyetje? Do me thonë, nga një shkollë arti, Po, të kalosh direkt, pra ne që i kemi bo krejt, po unë kam interes të di për teje. ja, sigurisht. Dëgjoj, ka ca kategori njerëzish që kanë këtë mendimin që nëse nga vendi ku vinë, Shqipëria në këtë rast, kam punuar kështu ose kam studiuar kështu, si mund ta bëj këtë punë. Ka raste që i përtojnë shumë. A e kupton? Fatmirësisht në këtë drejtim unë nuk e kisha bezdi punën, as e kam pas asnjëherë. Kam punuar vazhdimisht. Tani, si fillon? Ti padyshim në shkrirjen e komunitetit, në bisedat që bën me shqiptarë tjerë, kërkon informacione nga të ndryshme. Një nga informacionet ishte si gjej punë. Ma mërmenja dhe ty ta kanë thonë këtë gjë. Një version ishte të shkoje hotel me hotel, restorant me restorant dhe të pyesje. Po kërkoj punë, a i thoshte nuk kam punë, s'kam, hajde më vonë, lere numrin e telefonit, se do të marrë në telefon, kur nuk të merrnin. Edhe përfundimisht puna e parë që ishte në një hotel, në qendrën e Londrës, ndihmoja mysafirët që vinin në hotel. Ishte punë e pastër, punë e këndshme, komunikoja me njerëz, e aktrimi ta Po jep. mësoj edhe anglishtin. Po sigurisht. Po, duke pa gjithë këto problemet e para, mund ka ngel në mendje një episod i joti që ma ke tregu kështu në atë kafën që kemi pi për numrin 16 plus. Dhe më kam ngel mendje edhe sa herë kujtoj më vjen me qesh. Okej. Po kisha qef që edhe mënyrën se si ka të bëjë mënyra se si e tregon nga një herë. Dëgjoj, plus stresit edhe vështërsive që ka kur jeton në një vend të huaj, si fillim ka dhe kënaqësitë e veta, ka situatat komike. Thash edhe një herë gjuhën nuk e flisnim. Kjo nuk më ndodhi mu, po ju ndodhi sa shokëve të mi. Shpeshherë ishim djemë të ri. Unë kam marrë 26 vjeç dhe pas punës, sidomos weekendeve, po adaptoheshim me jetën këtu dhe dilim edhe në për klube nate, takoheshim e tjerë. Në Leicester Square, që është qendra e Londrës këtu, po shikoj ca 2 shqiptarë, edhe i njihja, ishin afër derës klubit të natës. Aty kishte edhe ato bouncers, dormen, a ke parasysh që mbajnë rregullit. Bodyguard, po. Edhe ju them, ç'a bëni këtu? Thotë, po presim, thotë, ke parë, thotë, edhe në shok tjetër, thotë, këtu në Leicester Square, i them unë jo. Po ç'a u bën? Duam të hym, thotë, në klubin të natës, thotë. Mirë, po lexon, thotë, aty nuk dinin anglisht fare. Lexon aty që duhet mu bë 16 vet me hy. Në të vërtet, njoftimi thoshte, nuk lejohesh poshtë moshës 16 vjeçare. Situatat të tilla, e kupton ai. Po kjo ka shumë gjëra mrena. Sepse është ajo që the ti, para përgatitja. Me thonë, vim, e them unë dikun aty që pa gjumë, pa zanat. Dhe kjo është, them unë edhe një thirrje edhe për brezin e ri. Që kur nisesh për dikun, pse e dreqi hangër 2 fjalë. Do me thonë, po ne jemi nis në ato rrethana shumë pa vedije se ku do shkojsh. E para, tham unë. Po jo vetëm brezi jon. Kjo vazhdon edhe sot. Okej, të rinj të vinë me një farë gjuhë, me ku diun, sepse teknologjia ka përmirësuar, kompjuterat e njëra me tjetra, po kjo shqiptari nuk mendon shumë ylli.
kokën në trast edhe vetëm nisët. Kjo ka edhe anën pozitive, me fjalë janë të guzimshëm, janë me konfidencë. Asjell pasoja, jo pasoja, kështu po pasoja në zhvillim dhe ma vonë që mund ndihem, sepse ndoshta po ti kishe mësuar 2 fjalë. Po. Vishe me i zanat, pavarësisht se është i kualifikuar ose se po e dim diçka, them unë, qofsha i gabu. Them e keni piknisje, në qoftë se e të paktën 20% e keni piknisje. Po, sa po e the, ti kam shetit në për gjithë klubet edhe hotelet e Londrës për të zjanë një punë. Dhe kërkush të merrte në telefon, sepse s'dishim me lidh 2 fjalë. Po, kjo është një anë. Ana tjetër ishte se nuk ishim komuniteti organizuar, ishim pak. Nga Kosova, nga Shqipëria bëheshin, nuk e dia, bëheshin 3-4 mijë veta në atë kohë. Po flasim 31 vite më parë. Kështu që njerëzit vuanin edhe për mungesë informacioni. Tani është ndryshe. Këtu jemi një komunitet jashtëzakonisht i madh për momentin që po flas. Ka mira. Me që dole të komuniteti, Po. ti je marrë me këto organizimet e eventeve dhe je aktiv në këto. Po. Kam një pyetje drejt për drejt. Unë kam qef me qenë pak edhe nga smus, sepse dhe pyetja drejt për drejt është kjo. Ku kemi gabu ne si komunitet për arsyet sa po e the, ishim pak numër, tash jemi shumë numër, është bo, jo se s'është bo, tash jemi realist, jetë në bo disa gjënë. Po, këtu afër ku po flasim ne, sot, aty ku parkove ti, është e zanë me parking full up. Është një komunitet i një vendi shumë të lartë. Po i shef të veshëm, të mapëm, shkojnë gjithë atje në të institucionin, ju mësojnë fëmijëve gjuhën e vet, ju mësojnë aktivitete, dalin e knojnë aty, kam hy. Ne mlidhemi veç për festa, më zot. Nuk e di nga të vjen ky informacion, po edhe shqiptarët e bëjnë këtë. E bëjnë. Po në zonën tënde, këtu ku banon ti, edhe në timën, nuk ka plot shqiptar, por gjërat e bukura, gjërat kryesore të komunitetit ndodhin në anën e veriut të Lumit, Tamiz. Edhe zakonisht unë vuaj sepse më duhet shkoj, e vazhdimisht shkoj kur më ftojnë, edhe në përgjithësi gjërat ndodhin andej Lumit. Jo, edhe unë jam i informuar. Po tash, sidomos të vitet e fundit. Po. Ashtu popullsia shqiptare. Shumë fare. Ashtu. Dhe ka zonat tona, janë bon, ka shkolla, ka bon këto aktivitete. Ka plot. Po mirë më këto, ne rrim me njerëz, jo në kafe, jo në hyrje dalje familjare, dhe shprehin kësë shqetësim. E shprehin se kësë shqetësim se s'po ka shumë shkolla. Të paktën për fëmijët, me mësu shkollën, me mësu gjuhën shqipe, dhe me që jemi të gjuha shqipe dhe të komuniteti. Si mendon ti, cila do t'ishte një zgjidhje më e pranueshme, a duhet që ne të mlidhemi më shumë dhe jo vetëm për aktivitete thelbësore, si që janë datat shënume dhe këto. Ose a duhet bëjmë një institucion, tamam, një institucion, si kur e kanë tjerë, komunitetit, tash po i përmenim indiane, pakistane, këto. Po dhe ne kemi arrit një farë shumë, pra as popullsisa, jemi komuniteti i madh. Të bëhet kush dojë, më vëlla, veç të bëhen. Po ti përmende komunitetet indiane, pakistaneze, relativisht krahasuar me këto komunitete që për sa i përmende, ne jemi akoma më komunitet më i ri. E kupton, gjithsesi, këta kanë qenë kolonit vjetrat e Britanisë Madhe, edhe kanë lidhje më të mëdha shpirtërore, tradicionale me këtë, edhe kanë ardhur si pjesë e perandorisë. Shumë dakord jam, po këtu, unë prap du me të kundërshtu. Po. Ato kanë ardhur, po e mbajnë. E mbajnë, në brez bas brezi, ne jetojmë me to, dhe e mbajnë. Ne
M'vje keq jeta. Po. Qofsha unë i gabum, edhe pranoj gabimin, po ne po fillojmë me hub pak a shumë, se unë them natimin se gjua fillon gjithçka, te gjua shqipe. E të kuptova, po kjo është e vërtet. Faktikisht, unë kam punuar me indian, indian, edhe të komunitetet edhe tjera, e kanë kështu si rregull kryesor që në familje, në shtëpi, flasin gjuhën e tyre. Fëmijët mund të flasin edhe anglisht, ata prindërit sidomos vazhdojnë të përgjigjen e të flasin në gjuhën amtare të nënës. E këte në shqiptarët e kanë, e kemi, shumë e kanë, një pjesë nuk e kanë, flasin anglisht në shtëpi, edhe si natyrë jemi pak edhe majmunat mirë, kopjojmë, në fillim fare, ose prej kohësh kemi pas sensin... Mendoj që është roli inferioritetit, bravo, aty do t'ilja, është shumë e vërtet, po gradualisht gjërat po shkojnë në vendin e dur, kupton. Shqiptarët nga Kosova, për shembull, janë pak më të ndryshëm në këtë pikë, se ne jemi një kom, flasim një gjuhë, një të zakone tjera, por në këtë pikë janë më patriot. Po përballja e kulturave, do me thonë, përballja jo me përballjen e kulturës, se këtu kemi të bëjmë jo vetëm me kulturën angleze, por kemi me shumë kulture. Po. Ku qëndroj? Dëgjoj, thash edhe një herë, ne jemi komunitet shumë i madh këtu, në Britani të Madhe, kudo takon shqiptar, janë më të organizuar se përpara, shkolla shqipe po hapen gjithandej, si që dinti. Thash edhe një herë, janë në pjesën Matan Lumit, por po shtrihen kudo. Jo vetëm në Londër, në rrethinat e Londrës, madje edhe në qytete tjera. A mbetet që të bëhet më shumë, drejt kësaj, patjetër. Ajo që farë na mungon neve, ka shumë shoqata. Shqiptarët e kanë në si stil, është trend për shqiptarët, vetëm bëjnë një shoqatë. Secili baraktar në atë drejtimin e vet, right? Edhe ka shumë shoqata. Është për arsye personale, tjera, njerëzit duan që kanë pasionet të tyre, interesat, e më thejt thash, po bën shumë. Tani, në ndryshim me komunitetet tjera, në qose e dim, në Hammersmith, para 30 viteve që kam ardhur këtu, ka pas qendër polake. Këtu do t'i që. Exactly. Një gjë e tillë neve na mungon. Atë po kulmoj me ta thonë, do me thonë, ne na mungon një qendër mirëfill shqiptare. Absolutisht. Që njerëzit të kenë qoftë edhe informacion, qoftë edhe të marrin diçka informacion prej vendit tanë. Shumë, unë takoj shumë njerëz, edhe kam dëshirë të rri me njerëz, dhe e shprehin. Po. E shprehin sepse ti 2-3 herë më the bëhet nën tjetër të lumit. Po ne në këtë anën tjetër, çfarë do të bëj? Eksakt. Kjo është e vërtet. Kjo është si rrjedhoj e dy gjërave, për mendimin tim. Ka të bëj shteti mam, nga ku vim, Shqipëria. Lene, nuk jo. Ato s'kan bënë ndonjëherë se po bëjnë tash. No. Unë të përmenda qendrën polake këtu, në Hammersmith, okay, në Londër. Por një polak më ka thonë që shteti financon historikisht nga Polonia. Nuk e bëjnë vetë. Është një fond janë shtetet. Faleminderit. Është një fond i veçantë, kupton ajo, që paguan shteti për të mbajtur gjallë komunitetin e tij, rranjët nga ku vijnë këta njerëz, etj. Tani, individualisht, historikisht shqiptarët janë shumë të zot. Sensin e komunitetit nuk e kemi. E kemi deri me një farmase, ka përmirësime, po secili
individualisht është shumë i zoti, ka mungesë bashkëpunimi. Nëse shteti shqiptar nuk financon për një qendër shqiptare këtu, atëherë vetë komuniteti duhet të organizohet, të mblidhen fond edhe të bëhet një gjë e tillë. Mos harro diçka. Për dekada me radhë, shqiptarët nga Kosova kot nuk e paguanin 3%. Në Gjermani, që ishte qeveria në ekzil, sepse atë thriste gjithçka. Na lëmë pak. Yes. Okay. Kjo qyteti 3%, kjo shpjegon gjithë atë punën e komunitetit ose të qendrës kulturore. Arsyeja. Pse kur vje puna shqiptarët për një hall, një personi, të gjithë bëhen dhe financojnë dhe japin çka kanë mundësi për një hall smuje, për një hall për diçka sensibilizuese. Edhe këtë që po bëj, një ndër arsyet që kam hap këtë, jo se ka shoqata siguriteti, po është halli të sensibilizojmë më shumë të bëhemi se jemi racë e bukur, jemi racë e mirë. Jemi njerëz, mos t'i hupim disa gjana thelbësore siç janë familja, siç janë gjua e shqipe, është ndër gjuhët më të vjetra në botë, mor. Pse e kemi këtë prandaj pyetja ime është, ku jemi me komunitetin? A duhet më shumë? A duhet më ose a duhet ta pranojmë që në disa drejtime, jo në të gjitha kemi dështu. Dhe çfarë është e mira që duhet me bën? Kjo pra është si pyetje. Unë mund të përgjigjem si individ, si qytetar i thjeshtë. Diskutojmë, bravo. Ashtu si që the ti, unë shpeshherë ftohem nga këto shoqata, nga këto aktivitetet komunitetit, shkoj me dëshirë, pothuajse asnjëherë nuk mungoj. Një nga arsyet është sepse aty vinë edhe breziri, fëmijë, mrekullohem kur I shikoj me kostume kombëtare që emocionona, edhe tani që po folja, kupton ajo. Këndojnë shumë bukur, recitojnë shumë bukur në shqip. Është një mrekulli. Po kjo është një arritje, është një gjë e mirë. Absolutisht. Pa duhet përhapet. Po, duhet bërë më shumë në këtë drejtim. Edhe prapë qendroja asaj qendrës, një qendër, më mbledh dikush, bëhet kush doje, ta me bëhet me këto metoda demokratike, ama të bëhet. Po, është e vërtet sepse s'na mungojnë as mësuesit. Yeah. Ka shumë. Kanë arë zonja me shkollë, me që kanë edhe kualifikime shumë, edhe janë kualifikuar. Sepse ne jemi ky brezi, thamun, që I kemi kalu këto gjëra. Dhe kemi pas vështirësi shumë të mëdha. Ne kena pas ashtu për me marrë një gjuhë shqipe, një libër gjuhë shqipe. Po. E kemi pas vështirësi sa atëherë nuk është më kjo teknologji edhe kjo. Duhesh prit një muaj me të arë një pakun në shtëpi. Të kuptova. Në këtë drejtim duhet punuar, e kupton ajo. Sepse për momentin ndodhen shumë aktivitete të komunitetit tonë, që mos zgjatëm shumë të temë, po jemi pak si jetim. Londra është qytet shumë I hapur, shumë I madh. Bëhen aktivitete, edhe vështirësia është se ku të mblidhemi. Shpesh herë shkojmë në ambasada, të ambasada e Shqipërisë, ambasada e Kosovës, duke ju lutur atyre. Vendet janë edhe shumë të kufizuar, janë shumë vogla, nuk e di a ke qenë, ë? Tip dhome që mund të marrë, ku diun, 30 veta. Etj. Bëhen edhe në sallat mëdha, po kërkohen financime. Gjithçka vjen te kjo. Në kapitalizëm. Shpeshherë shkojmë të, ndoshta nuk e din këtë fakt. Shkojmë te pubi I teatrit të Rita Orës, te Besniku. Me shumë bujari na pret, është I tip sallë e vogël aty, në pjesën tjetër është pubi. Edhe mbajmë një promovim libri,
konferencë e vogël e tjera tjera. Edhe shpesh herë më thonë, Sokol, ti je aktor, a ka mundësi na interpretosh Gjergj Fishta? Edhe unë nuk përtoj, a kupton e? Ju them, po më interpretoj Gjergj Fishta, mirë po do një audiencë më të madhe dhe kam frikë se po iki njerëz nga pubi. Mirë, se tash po dalim me një çështje tjetër, u mundum pak me fol për komunitetin. Po. E pashe ishe i pak nashur. Jo. Po uroj që të hysh në... Jo, si jam i pak nati. Du, më vjen një nati. Kuptoj, jemi një kom shumë i bukur, jemi një kom shumë i pastër. Kemi një gjurë të mrekullueshme, mos të harrën, bre, babë nan nuk vjen, ajo fjala vjen natyrshëm, vjen shumë daden mam, është shumë zor, mu më duket e shumë e vështirë. Dhe pranej jam pak si, domethënë hyn në rrethin e nacionalistave të amël, jo të aty në Nëna ime, një detaj të vogël, jeton me neve këtu ka 20 vjet. Edhe i ka rrit. Unë kam 2 çuna. Kjo është ajo që domethënë ç'a do të jetë shqiptar, se tash i desha me dal, ajo pyetje po ti dole përpara. Këto marrëdhëniet në familje. Marrëdhëniet familja kanë ndryshuar nga ajo që me atë që e jeton ti vetë edhe unë bashkë me. Po. Ngacmove me atë fjalën nan. Edhe nana e çonte fëmijët, se unë kam 2 çuna. Faleminderit. Edhe nana i çonte në shkollë fëmijët. Merrte autobusin 2-3 stacione çonte aty. Ai kishin parë zysha. Një ditë e kishte pyet këtë çunin e vogël. Po ishte 6-7 vjeç. Ai thotë, si e ka emrin, thotë your nan. Your nan në anglisht do të thotë me fjalë ajo gjyshja. Edhe ky i përgjigje se në të vërtetë nuk ja din emrin e vërtet. Si ja dinte të paktën. Në atë moshë. Edhe i thotë nana, e gjithë klasa qeshin. Kupton? Se ai thotë nan. Këtë i thej nan. Nan edhe shumë e parafort, edhe i thotë, po si e ka emrin ajo your nan? Si e ka emrin? Nana. Kishin qedhë gjithë fëmijët, a kupton? Shko muzi nanën, duhet ketë një emër. Edhe vjen në shtëpi dhe thot kanë qesh, thot fëmijët, thot me mu, thot, gjithë klasa. Edhe ja tërgojon emrin e vërtet nanës, a kupton e? Po ai ma merr mendja akoma nuk ja din, se vetëm nani thirr. Kështu që duke nejt prap këtu. Nuk është as personale, po ma që e përmene. Lutem. Ti ke fëmijët bëjë të rritur. Po. Sa është çuni i madh? Çuni i madh është 20 vjeç, është student, studion për si janë marrëdhëniet tash? Drejtësi. I vogël është 14 vjeç. Çunat me ju, po edhe me nanën. Domethënë me 2 brezat. Po dëgjoj. Sepse, a di pse të pyet? Urdhra. Dje me një bisedë me një nga Vlora. Në të shtë ishim njëjtën moshë, kishim fëmijët e njëjtë edhe më ngeli mendje, më thot, ne s'dim anglisht për vete dhe ju flasim anglisht atyre. A më kupton? Ne s'dim anglisht për vete dhe ju flasim atyre që po bëjnë 15-20 vjet anglishtin. Edhe me ditë ne nuk ja themin atë... Po, edhe shpesh herë fëmijët qeshin. Dhe qeshin. Qeshin edhe të korrigjojnë, a kupton? Kjo, do me thonë, marrëdhënia, jo marrëdhënia prind fëmijë, nuk e kam aty, po marrëdhënia e brezave, duke pa, sepse duke eduku në një familje paka shumë patriarkale, se ne tujmi sa dush jemi modern, po përderisa nana në shtëpi, dhe bravo i qoftë nuk se stane që i rinë me vjerën 15 sa vjet i ke martuar. Jo, unë i martuar jam ka 24 vjet. Po nanën e ke që sa vjet sa di unë. 20. Që 20 vjet këtu. Dhe janë pak në Shqipëri dhe së kush jetë rinë në Angli. Po tash ti... Dhe pranej po ta bëj si pyetje, edhe si shpërndarje eksperiencë, më mirë me thonë. Po dëgjoj, unë nuk kapi këtë lodrën. Edhe që ju them fëmijëve për shembull kështu duhet bërë, ata duhet i shikojnë këto gjëra. E kupton ajo? Ne edhe theksojmë, ju flasim, po ata menjëherë duhet ta kuptojnë që nëse babi edhe mami jetojnë, edhe ka respektuar, e ka marrë nanën e tij, ka 20 vite që jeton,
në të njëjtën familje. Kjo besoj që i kultivon ata me vlerën e familjes, apo jo? Po, sigurisht. Po, Edhe, më fal që po të ndërpres, do t'i që fëmijët janë më të lidhur me gjyshën se sa me prindërit, zakonisht, a e di? Se je gjyshë vetë, po pyetje konkrete e kam prap. Po i lastojnë pak, Po. ka të mirën edhe të keqen. Po, Kështu që, jo, pyetje konkrete. Krahasim brezash, ku jemi ne, ku janë fëmijët tonë? po dëgjoj, pyetje pak me spec e vështirë. Kishin qenë një herë mbledh një grup pleqsh, si që bëshin atëhera, kupton, po të tregoj një histori të vogël. Po. Edhe po diskutonin ata se a duhet me ngja djali i babës, a si kujta tjetër. Edhe njëri po tha është shumë e mirë ta me ngja babës se me ndjek traditën familjare. E njëra më tjetra tha, po unë ngrit njëri që nuk dukej shumë i zgjuar, po ja qelloi. Tha, inshallah tha i ngjajnë kohës. Po. Sepse duhet çdo brez duhet të adaptohet me kohën. Nëse është diçka shumë e rëndësishme për mua, për brezin tim edhe tonën, për djalin tim është e mirë që të merren gjërat pozitive, të lihen negative, por mbi gjitha ai duhet të ecë me kohën, edhe duhet të adaptohet me kushtet. Jo, e kam edhe po ku jemi ne, po t'i vesh një shenjë barazimi, jemi do me thonë periudha jonë me periudhën atyne dhe duke u rrit në të njëjtën kohë, se edhe ne jemi rrit këtu, edhe ne jemi rrit këtu, po du me dalë te integriteti. Do me thonë, a u integru? Po. Ne, se fëmijët janë integru. Po sigurisht se kanë lind këtu, po. Po, ne a u integru. Ne kemi ngel duke bo balancën e brezave. Ne, po, të kuptoj shumë mirë. Ne kemi ngel pak as mish as peshk. Unë kam marrë 26 vjeç këtu. Më fal, po nga që edhe se gocat e kanë merak moshën nuk e tregojnë, po unë po e tregoj, jam 57 këtë të shtunë. Po. Të shtunën tjetër që vjen, më fal. Kështë të arru bërden, thash, po se kam marrë kekin alo. No, akoma jo. Me një fjalë 26, 57, unë kam 31 vit këtu ormik. Kemi ngel as mish, as peshk. Shpesh herë, jo për mungesë etike, po ja fusim edhe nga një herë gjys shqip, gjys anglisht, na vjen më mbar nga një herë. Është ajo që tha... Po, duhet ta pranojmë, të kërkojnë ndjes, po... Do me thonë, akoma, ky brez nuk është integru, unë jam për këtë. Po, pikërisht pra, pikërisht. Dakor. Po kjo, bile se jemi më patriotë dhe më të integruar ne, edhe po e vazhdojmë traditën se sa shqiptar që kanë ngel në Shqipëri o ylli. A e shikon se çfarë bëhet në gazetari, në televizion, në tjetër, flasin më shumë anglisht ata se sa ne. Falë që po të them. Kjo është ajo inferioritetit. Po pra. Ajo, do me thonë, ne jemi një pjesë e mirë, e neve jemi shumë të asimilushëm. Po pra. Me herën ndrojmë pllak. Po kjo ka të bëjë edhe nga backgroundi. Po sigurisht. Nga ajo që kemi ardhur ne, sepse brezi jem dhe joti, ne jetu me datë sistem. Jetu me datë sistem dhe e kemi marrë atë servilizmin, edhe atë do të thushti dikush e merr, dikush se merr. Po ka influencu, edhe influencion. Absolutisht. Nëse të kujtohet në para 90-s në Shqipëri, në gjirën e Tiranës, dhe bulevardi kryesor, që nuk e dija vazhdon ajo traditë që ka qenë traditë. Dëgjoje për trend, dëgjoje italisht. Vazhdimisht flisnin italisht. A e kupton ajo? Dinin italisht nga televizioni, nga tjetër, ju pëlqente. Tani ka plas anglishtja, pasi u hap Shqipëria, e diku është kontrasti, shkon në Francë, a e kupton ajo, nuk ka burr nanë mu, nuk të flet francezi anglisht, edhe pse din anglisht. Po pra, ne dole shumë larg në Francë, ne po flasim këtu, i keni në për kafe, njëti.
me fëmijë, ju thot kam hirë të babi. Kam hirë të babi, do me thonë që këtu ajo kuptohet, dhe kjo është po na hup ajo. Megjithatë dalim me një temë tjetër. Patjetër. Desha di mendimin tam për këto mendimet, foljet politike këtu në këtë shtet. Statistikat që merren, po merret shumë ky shtet me statistika migracioni, me politika, me politika e migracionit dhe veçanërisht me shqiptarët. Unë e di se si ti janë të paktën mbi 70% e shqiptarëve që kanë punu nëshmërisht, Po. kanë kriju një familje dhe i kanë dhënë këtij shteti aq sa ka kërku, mos themi më shumë. Dhe në bazë statistikave që këto flasin me shumë, janë edhe me nuanca politike, po pse pikërisht me shqiptarët? Këtë e kam thënë, po isha një mendim edhe tanin duke qenë se je ndër parti. Po. I ke jetu periudhat edhe këtu të ndrimit pushteteve nga Labour te konservatorët. Dëgjoj, nga fillimi 95 që kam ardhur unë, e deri tani kam pa shumë kryeministra britanik sa që nuk i numëroj dot. Nga John Majori e deri te Starmer tani. Dëgjoj. Të kuptova. Ndoshta nuk do të m'japësh drejt, po ky është mendimi im. E në fillim nuk na njenin fare. Siç ndodh. Ishim komunitet shumë i vogël edhe nuk na njenin fare. Filluan me ardh mira shqiptarë. Shumica janë integru, punojnë, paguajnë taksat në këtë vend. Brezi i dytë që i takon si fëmia, si çuni im që është në përdrejtësi në shkollë, po diplomohen, zën punë të mira, mbas varianteve. Kjo është gjithçka në rregull. Tani një pjesë tjetër merren me budallallaqe. Fatkeqësisht shtypi kapet pas këtyre lajmeve. U kap ka drog, ka shqiptarë merren me këtë, ka shqiptarë merren me atë. Këto ju pëlqejnë, shtypit ju pëlqejnë më shumë. Se sa të merren, pse pikërisht shqiptar, sepse edhe polak, rumun, indian, Pakistan dhe shqiptarët janë faqja e dytë e gazetës. Po, kjo është edhe mendjelësia e shqiptarëve. Se merren me atë punë, edhe çfarë bëjnë? E bëjnë mullarin e parave me një tavolina, e kupton ajo? E filmojnë veten, edhe orat Rolex. Pra, prap inferioritetit. Po sigurisht, edhe e nxjerrin në Instagram, në Facebook, në tjetër. Me këto video me dreshe me të birë në TikTok, kanë përfunduar në burg shumë, sepse janë lajmet në gazetë. Po kjo s'do të thot, se më prapun edhe, s'do të thot me kalu, këto thojnë enough. Këto e kalojnë atë enoughin me shqiptarët. Unë e kam pa diskutueshme. E dyta. Po. Unë pranoj se jam pak dakord me ty, sepse unë e gjej problemin te mbrojtja jo. S'po na mbron kush. Qoftë edhe me këto problemet e këtyre, s'po na mbron kush. Dhe pse? Jo, Ylli, më falë që po të ndërpres. Po, ndoshta jam gabim. Jo, ne kemi shprehjen nga Shqipëria, çfarë ja bën njeriu vetit, mu lshu këtë bota nuk ja bëjnë. Jemi e zeza vetit. Po kjo është në përgjithësi Morsakol, po këtu prap dalta janë komunitete shumë më të mëdha. Ne jemi një presje në komunitetin e këtyne. Dhe pikërisht 3-4 shqiptarë, edhe këto bëjnë reklama, edhe këto dalin me ato pare, dalin me ato zinxhire, edhe këto dalin. Po pse ne pikërisht shqiptarë, unë e them që është pak politike.
është pak politike për të sepse këto ndikojnë në fundin. Prapë ajo shprehje si edhe unë I kam qef atë shprehje që I përdor ti, qysh gjen bën. Po, normal. Dhe me thonë, edhe ato kanë gjetë edhe bëjnë. Ty pse po djek? Ose nëse djek, mos djeket vetëm I njohmi për tatën, po digjen që anë të urdhëruar. Dhe pra ne I thom që kjo mbrojtja se di se kush këtë duhet ta zgjidhin ato që duhet që janë më të zgjurë se unë, e se ti. Po unë ky është mendimi im, ne jemi shumë pak pa mbrojtje. Sepse më duket pak si absurde, në çdo lajm hapet me një shqiptar, një lajm I kronikës zezë. Bëri këtë. Ai nuk kam asnjë gjë, as se kam kompleks, po këto afrikanë e kanë thikën sa unë të timur, po I thirrën njerëz si me kanë baktia në rrugë dhe s'ju bëhet as reklam se ju bëhet. E keqe shqiptarëve. Këtu e kam unë atë. As nuk jam se jam të mbrojt, nuk e mbroj. E keqja s'mbrohet. Po termi shqiptar aty na li pak lodër ti themi ane ka ana ime. Po, të kuptoj. Po dëgjoj, aty si është kjo punë? Kjo shkon me val. Kanë qenë xhamakianët, këta qeveria shkon me statistika, sa të burgosur ka shqiptar, për krime sidomos për droge, më thejt thash, në proporcion me të gjithë të burgosurit me nacionalitetet huaja, edhe është një shifër goxha e frikshme. E para, shtypi shkon në trend, si që ta shpjegova, më keq është më të dalë syri se sa nami. E kemi edhe këtë. Edhe si rezultat, po digjet edhe I njomi afër të thatit. Edhe shpakja. Mund, po pjesa kryesore shqiptare, si që di unë edhe tjetëri, janë njerëz që e zbatojnë ligjin, janë punëtorë të jashtëzakonshëm, paguajnë taksat. Mirë po, ekziston një... Po mërshëkoll, po këtu hyn edhe problemi tjetër. Po. Në bazë të kësaj reklamës keqe. Po dalin edhe ca gjana tjera që po I bëjnë edhe me ligj tash, duke qenë se janë shqiptarë. Po. Lufta e Kosovës në atë kohë erdhi shumica e shqiptarëve, edhe të Shqipërisë. Po. Dhe ishim po në këtë shtet, ne edhe para 25 vjetëve, 30 vjetëve, që na I dhan letrat, vet ato, s'ka qenë ky shtet që thot ti ke gënjy. Si ma shpjegon këta që po ju merren letrat, si me qenë, hajde ti këtu, do me thonë, dhe në thirin, s'na hiqen rraqet për shpinë asnjëherë ne. Pra ne jam të e thonë, e insistoj të kjo mbrojtja, dikush s'kemi një farë mbrojt, nuk pres as nga qeveria, po ne vet diçka. Thamë, më falë që për e zgjatë ma shumë. Ju të lutëm. Po kanë marru, djali jem, fëmijët e aty në vajzat e kanë marru shumë njerëz këtu shkolla, avokature, jurista, kriminalistike, kështu. Po, pse s'doli një që ti mbledhe dikun, dhe ta diskutojnë këtë temë për hallin e njerëzve të vet, jo veshtimin ose tatin, po për hallin e komunitetit. Edhe Cezarit jepi ati që I takon Cezarit. Unë nuk jam në këto. Po ne, po vin disa gjana shumë over tu trash. Dhe me thonë, po merrem hajtë për varja këti. Hajtë se këto janë. Hajtë se për shqiptare. Edhe këtu, hajtë më se shqiptare jam. Bjerë pashaportën ti mas 20 vjetëve. Jo ty s'po të bëj gjo, po ju bëj fëmijëve. Fëmijët që I bëj gjo, po ty të bëj. Ja, është një problem. Them që I realizum po do të bëj një pyetje dhe do ma thush. Lutem. Do me thonë për mbyllje si intervistë do vazhdojmë. Po. Pyetje drejt për drejt.
Në qoftë se një i ri niset sot nga Shqipëria, qa do i këshillojshe spari dhe sfuni ati për ardhmë në Angli e kam lafet. Dhe e dyta, ku qëndron Sokoli tani? Mendësisht, moralisht dhe me zemër. Dëgjë, mund të shihet si standard i dyfisht, kjo që do të them, por do t'i këshilloja që të ikin jashtë shteti si rasti i fundit, kur i kanë zaruar të gjitha rrugët në vendin e tyre, në Shqipëri në këtë rast. Këshilla ime është që të përpiqen ta gjejnë lumturinë aty ku janë. Shqipëria nuk është e 90-s, gjërat kanë ndryshuar. E gjithë bota ka shkuar po viziton Shqipërinë në një farë kuptimi, s'po bëj propagandën e qeverisë, ato mos më keq kupto. Por është një problem. Duhet qeverisje e drejtë që njerëzit të bindën që po të rrinë këtë vend, pasi të bëj shkollën, mund të gjej një punë, me atë punë mund të paguaj qeran, mund të më mjaftoj për këtë, për atë, që të shohin një të ardhmë, të shohin një dritë në fund të tunelit, edhe të rrinë në atë vend që na ka dhënë Zoti, që i thonë një llafe. Është fatkeqësi e madhe kur shikoj nipërat e mi, mbesat e mia, që vazhdojnë me ardhmë në Britani të Madhe, unë trishtohem. Se them me vete, po mirë më nga brezi në brez duhet të ndryshoj diçka. Ike brezi jonë, a e kupton, imi, joti, tjetër. Po edhe mbesat, nifat, a e kupton, kur do të ndaloj kjo? S'ka si gjë të keqe ta kërkosh fatin diku tjetër, po të shkosh me dignitet. Nëse kanë studiu, kanë diploma, mund të vinë me viza të rregullta, mund të studiojnë, mund të shkojnë ashtu si shkojnë në Gjermani, të punojnë, kthehen, tjetër. Emigracioni s'ka gjëra të këqija. Janë ato që është vend i huaj, tjera, kupton ajo. Edhe këshilla ime është që të rrinë atje. Por, është një thik me dy presa. Njëherë, po të tregoj një histori të vogël, kam punu me një djalë i zi, që vinte nga Barbados. Barbados, ti e ke parasysh, është... E di, në archipelagin amerikan. Bravo, Paradise, që i thonë këta, me fjalë Paradise, me plazhe fantastike, me rërë të bardhë dhe tjera. E i thash, po ti çfarë kërkon këtu më vëlla? I thash, kur? Dëgjoj miku im, tha. Nuk ka gjë më të trishtueshme, tha. Ku në vendin që konsiderohet Paradise, tha, shikon që vinë miliardierat, multimilionierët nga gjithë bota, tha, shijojnë bukuritë e vendit tonë, tha, edhe ti, tha, endesh zbathur, tha, edhe me barkun bosh. Ky fenomen po ndodhe edhe në Shqipëri, dashur. Jugu i Shqipërisë, që mendoj që do ta ngrej Shqipërinë, ai kupton, me takse që do të grumullojë tjera. Po zhvillohet jashtë mase, kryeqyteti zhvillohet jashtë mase, po diskutojmë për Shqipërinë se nga atje vim, ai kupton ajo. Nuk shkputemi dot. Por i njëjti fenomen po ndodh edhe atje. Kupton? Jo që nuk grumullohen para në Shqipëri, po shkojnë në xhepat e disave. Vërtet është. E jo te populli. Është ajo pyetja e dytë, s'm dole. Jo, nuk po të dal nga tema, vazhdo. Jo, ma kujto edhe një herë. Ku qëndron Sokoli? Moralisht, me zemër dhe me shpirt. Tashti, në këto momente që po flasim, sepse e the moshën, s'dësha ta thësh. Po. Po e afromi ca viteve, jo bashkëmira si kena qef. Po. O Ylli, pun... Jo e kam lapin. Po, pun... A e ke një mendje me ne, sepse unë për vete nuk e di se ku jam, o në Qipëri o këtu. Këtë ta jap unë para dhënie, para se me thonë.
Dhe s'po marr dot vendim. Po jo mu përshtat me ty, Po. me muhabetin, e kupton ajo, po në ato ujra jam adhon. Asa ndaj as këtej. Për momentin. Rreth 9 vjet, edhe 9 vjet, unë edhe ti marrim me atë Freedom Pass. Po. Biletën e autobusit falas, sepse dalim pension. Jo, atë e merr që 60. Atë e merr pa lek që 60 vjeç. Nuk e ditë kam. Jo, ta kesh. Nëse e bëj për shaka këtë, po dëgjoj. Për momentin unë jam pak në një pozicion pak më të ndryshëm se sa ti. Fëmijët tu janë rrit. Me vjalë janë botë zotë vetit, kanë studiu, bojnë punë shumë të mira tjera. Unë akoma jam me fëmijët janë i vogël është akoma i vogël, 14 vjeç. Pa shkuar një herë në universitet, pa që kanë marrë Të me thonë këtë përgjigje do ta marr ma vonë. Ma vonë. Okej, faleminderit, Çokol, po tash nuk është se marru. Po. Unë e kam konceptu këtë episod dhe do t'jetë në vazhdim me 3 faza. Përballë teje ke një glop. Po. Edhe unë e kam dashur me quajt globi i mendjes. Të ftoj që të marrësh 1 ose 2 sa dush ti nga ato. Okej. Nga ato. Nga tjetrin. Tjetrin, okej. Dhe kanë një kështu hape atë. Po. Këto qenë si ato letrat që Fermanët. po. Dhe lexoje dhe du një mendim tonin për atë. Interesant. Jo, lexoje direkt se e merr mendimin, po e du mendimin mos i ta lexosh. Nëna është parfumi i shtëpisë. Po. Thash kjo të ka rallë du një mendim unë për kësa. Të kuptoj. Nëna është parfumi i shtëpisë. S'më kishte shkuar ndërmend ta formuloja kështu. Është e jotja, atë ta mash me vete. Po? Po. Okej. Dëgjoj. Tani Mund binte edhe në gjotë tjetër. Po. Po, to janë shprehje filozofike i kam mbledh, nuk është se i kam thënë unë. Po i kam mbledh dhe desha një mendim. Po kjo është e pa diskutueshme. Pile s'ka diskutim të madh, e kupton ajo që nëna është parfumi i shtëpisë. Nëna ka vendin e vet. Të pasëvendësueshëm. Kaq mbyllet kjo. A e kupton? Mbyllet. Mund të flasim gjithë ditën. Ma vazhdo me tjetrin. A bën me e marrë këtë? Po, ajo jotja është. Po. Kur të shkojnë në shtëpi edhe t'ja lexoj nanës, thot ku është parfumi im atëherë. E detyron mi blen ndaj parfum Tash ti të ka zonë, super të shtrenjtë. Dhe që si përdor asnjëherë, po bëj shaka. Përgatitja më e mirë për të nesërmen është duke bërë më të mirën tënde sot. Pra? Kupton? Kjo është siç thuash, gjërat të mirën me radhë. Me rend. I themi ne andaj. Kupton ajo? Boje më të mirën sot, edhe je përgatit për të ardhmen. E kupton ajo? Shkallë. Që bukur. Edhe ajo është e jotja. Okej. Tash ti mos kërko tjera se më duhen për këto janë surpriza për mua, jam i pa përgatitur për këto. Nuk e dija që ekzistojnë gjëra të tilla. Po, kam menduar si diçka më për ta ty pak atë. Ti gjithmonë je burri surprizave.
Të është ky globi tjetër, Në Kuksian që i thonë nana vakiva, po ja. nëna vakive. Ky Po. globi tjetër, unë e kam qujt globi dialekteve. Mos. Me thonë, janë ca fjallë aty, për ta thëmë ty, dhe ti doja gjesh kuptimin. Je i ftuar të marrësh një të madhe dhe një të vogël. Dhe në qoftë se s'ja gjen kuptimin, kjo do hidhet në publik, Okej. Kjo është edhe një e madhe, po, po një më madhe, një më një e vogël. vogël. Dhe Uroj që të mos jetë dy branche, se nuk jetë. jo, unë nuk kam marrë akoma dibës, përgjithsisht Janë të vështira dhe i kanë me kunja I të kanë me fortë, spec, po, me spec, me spondo. kur të vije Dibrani këtu, doja bëj ati. Ja? Po. Okej. Oh my god. Në qo se s'munësh me i lexu, janë pak me dialekt, që ti ke ik moti, ma jep mu ta lexoj. Jo, lexoj edhe. Eh, Po është lopa ulet në baglën e vet. Mos. Unë e kuptoj dialektin, po, po nuk e di kuptimin. E të beton. lopa ulet në bazhlin e vet. Qartë. E, Lumjan që to, tamam. po. Po kuptimin nuk e di. Po ja lam. Ta lam, Okej, hapur. në rregull. Po, Edhe se kisha dëgju, sinqerisht, po, nga që se keni gju, po, Bën e mirë që the se ka 37 vjet që unë jam mysafyr në Krum Has në Kukës kur kaloj aty, kupton ajo. Edhe është e vërtet. Mos më bëj gjona të tilla. Nërt, vërt, tërt, shërt, në qafë përpjet, rehat, gjithë ki lëk. cilën nga këto ty? Nërt, vërt, tërt, shërt, nuk e di. Pse qesh? Në qafë përpjet, rehat, këtë e di me fjalë, s'ka gjanë krye, e kupton ajo, është budalla. Këtë e di, edhe këtë të fundet e ti, se unë kuptoj dialektin tonë, gjithë ki jo lëk. Bravo. Me fjalë, çfarë ke jo zotëri, çfarë ke jo lëk? Jo, ne dy e kuptojmë, po ti si mund ta shpjegosh? Po tash kjo është një formë Gjithë ki jo lëk. po, Gjithë ki jo lëk, dhe me thonë, qëfar ke ti me mua? okej. Kjo është tamam. Po çfarë ke jo zotëri? Do me thonë, drejt shkrimore. Kurse për këto të parat, këtë do ta lam nërt, vërt, shërt, mërt. Këtë se di. Unë vetëm do ta lam edhe të hapur dhe edhe këtë kush e gjen nga ato që dojnë të shkruajnë në inboxin tim, dhe kjo është një formë në kuizit, Qartë. dhe ta lam të hapur, radhën tjetër t'i lexojmë ato që Po. na kanë ardhur. Po. Edhe kjo është pak me diplomaci, me fjalë në qafë për pjetë rehat. Vënë se me i thanë tjetërit është trap fare, kupton ajo, ose është budalla fare, është rehat, është. Ha? Bravo. Po spritove e merr edhe një që ta bëjmë tamam, e mytë thot që të ndrinjë themi. Po, me knasirë, por, 2 sopa një. Një. Po, marë prapë në madhe. Po, Po, më ke me godite me këtë tort vërt, nuk s'kam ide. e di ku jam. E din, ha? E di. Normal që e Dy din. pjesë e mirë e di. Normal e... Mashtrap. Mashtrape. Po, Më në fund, po, mashtrape. Me e, actually. Realisht. Me ke bo krejt si kotruve. ma ke bo krejt si kotrube. A, krejt? Krejt. Kokën. Skapel. Skapel.
Nuk e di 100%, po ta lëm. Edhe këto do t'i lëm hapën. A do me marr më? Ja se Okej, mbaron. mbaron. Pra, Po. Lexoj në dialekt dytën, po, nëse do. mashtrape. Be ma qatë mashtrape. Ma ke bon krijet si kotruve. O skapel. Okej, në rregull. Pra, këto ishin. Kjo ishte pra podcasti për sot që fol. Falenderoj me gjitha të mirat e kësaj bote t'i kesh ti dhe familja jote. Të shumë faleminderit që ishe pjesë e këtij podcasti dhe episodit të parë. Ne mundu me kap disa gjëra. Po ky do vazhdojë me episode të tjera me gjëra specifike. Në ato gjëra që neve na shqetësojnë. Dhe prap jam falenderues kësh këti. Dhe je i mirëpritur gjithmonë dhe sa herë me diskutu këto gjëra të vogla. Para se më thon faleminderit edhe ti, se e di se do më thush faleminderit. Unë nuk lam pa ik, pa me recetu një 2-3 vargje qatë dush vet dhe si dush vet, po në atë mënyrën tane. Me knasi julle. Shumë faleminderit edhe nga ana jote. Qofse se ke shumë. Jo, u bë mirë që u pam. Të uroj gjithë mirët me këtë podcast. Faleminderit. Test inshallah sa më mirë. Po, ne kemi një farë smundje të vogël në aktor, da kupton ajo, kemi që me lëzu diçka, me interpretu diçka. Unë këtu kam një poezi nga Petrit Ruka, është i ndjeri shkreti, ka ndru jetë vitet e fundit më duket. Edhe për kënaqësinë tonë dhe të atyre që na njekin edhe do të na njekin, po e lexoj, nuk e di. Bab në ikëm quhet. Është shumë Bab në ikëm. Në ikëm. Është shumë për ato që ka diskutuar ne. Emigracione, kohë moderne, përshtatje, njerëz që ju ka hup rruga në borë, e kupton shprehjen ajo? Baba, ne ikëm. Shtëpi me braktisën. Një kohë regjinjesh jeton gjithë bota. Dhe foton tonë nga muret e zbritëm. Si drën një palot, vendosëm tek porta. Ikëm ore ikëm, vendinjën e vram. Në metropole që mblidhen si punë e i riqve. E ke parasysh kur e vjeli një pemë dhe mblidhet e ngjishet si në vargjet e fiqve? Unë gjeshëm këtej, në për hallet e reja. E humëm dhe barin, dhe gjumin, dhe këngën. Gjithçka e gatshme në dyqane luksoze. Dyqan psikologu, që të kallaiz dhe zemrën. Ne ikëm dhe varën ta kyqëm në një video. Të dielën të takojmë, në xhamin vizual. Në mend i vëm lulet, 2 lot, një cigare. Jetojmë simbole, baba, në një botë me manual. Në fshat nuk shkojmë, e kemi me vetëm. Tani ne gjithçka e mbajmë në një kuti. Kjo kutia, baba, e ka emrin kompjuter. Në xhamin e tij takon çdo njeri. Në xhamin e tij gjen nuse, bondasëm, pull djem të vllajt në tjetër kontinent, dhe nëna në qan me mijëra kilometra. Kur e futi në varr, me video, konferencë. Ne baba do bëhemi kur të vim, ne bashk do bëhemi aty kur të vim poshtë. Këtu lartë, aha, unë dam për jetë e për mot. S'të shkruaj më shumë, se ti e di mirë, qellovaj dobet dhe mbytëm në lot. Nuk dim ku shkojmë,
S'ka kohë të mendohesh. Nxitojmë nga që thjesht është në modë nxitimi. Një kohë regjinjesh jeton sot gjithë bota. Ik edhe thur. Ka nis trapiklimi. Bravo Sokol, shumë faleminderit. Lutem, atë pëlqeu? Dhe shumë. Dhe faleminderit edhe juve që na ndoqët për këtë podcast. Shumë faleminderit. Dhe shifemi radhën tjetër. Mirupafshim.